Danjeza Dangli kandidon për Këshillin Bashkiak të Oshawas. Danjeza Dangli, profesioniste shqiptaro-kanadeze në fushën e jurisprudencës dhe planifikimit strategjik, ka shpallur kandidaturën e saj për Këshillin Bashkiak të Oshawas në Ontario, duke synuar të përfaqësojë banorët e Ward. Kandidatura e saj u propozua nga Komiteti Shqiptaro-Kanadez i Veprimit Politik ACPAC, ku Dangli shërben si kryetar në rajonin e Durhamit. Platforma e saj përqendrohet në zhvillimin ekonomik të zonave rurale, mbështetjen e fermerëve dhe agrobiznesit, krijimin e vendeve të punës dhe administrimit transparent të taksave. Prioritetet tjera janë strehimi i përballueshëm për familjet e reja të moshuarit, zgjerimi i programeve për të rinj, investimet në qendrat komunitare dhe përfshirja më e madhe e qytetarëve në vendimarrjen lokale. Dangli jeton për shumë vitesh në Oshawa dhe ka një histori të gjatë angazhimi vullnetar. Ajo ka mbështetur gratë dhe familjet e prekur nga dhuna në familje, familjet me të ardhurat të ulta në komunitetin shkollor. Me 18 vjet përvojë në Kanada, Dangli ka shërbyer në komunitetin e ankesave pranë Professional Engineers Ontario dhe si këshilltare për politikat e planifikimit strategjik. Ajo ka drejtuar gjithashtu një projekt për modernizimin e të dhënave zgjedhore në 444 bashkitë e Ontarios. Shqiptarët janë një komunitet i respektuar, i suksesshëm dhe me kontribute të shmuar në jetën publike, ekonomike dhe shoqërore, deklaroi ajo.